Bismillah. Në qytet sot u bë hapja zyrtare e sallonit të ri të sanitareve Evora, një biznes i ri që sjell në treg produkte moderne dhe zgjidhje bashkëkohore për rregullimin e banjove dhe ambienteve sanitare. Objekti ofron një gamë të gjerë produktesh, duke filluar nga pllakat dhe keramika moderne, kabinat e dushit, lavabot, rubinet cilësore, pasqyra dekorative, aksesor për banjo, deri te pajisje dhe elemente të ndryshme sanitare për shtëpi, lokale dhe objekte moderne. Pronarët e biznesit Nazmi Drizi dhe Shënolli Drizi thanë se qëllimi i tyre është të sjellin cilësi, dizajn modern dhe shërbim profesional për klientët, duke ofruar produkte që plotësojnë standardet bashkëkohore të jetesës. Sipas tyre, Evora është krijuar për të bërë një pikë referimi për çdo qytetar që kërkon funksionalitet, elegancë dhe zgjidhje moderne për ambientet sanitare. Synimi im është të sjellim cilësi, modernitet dhe besim në fushën e sanitarive për çdo klient. Falenderojmë stafin, familjen, miqt dhe të gjithë ata që na kanë mbështetur në këtë rrugëtim. Pra, ky është vetëm fillimi. Të pranishmit në hapje patën mundësi të shohin nga afër produkte dhe konceptin modern që ofron kjo sanitari, ndërsa atmosfera u karakterizua nga interesimi i madh i vizitorëve dhe partnerëve të biznesit. Evora tashmë ka hapur dyert për të gjithë klientët, duke sjellë një standard të ri në botën e sanitareve dhe pajisjeve për banjo. O i madhi Allah, lehtësoje dhe mos e vështirëso dhe bëni që ky biznes të jetë gjithmonë biznesi i cili do të jetë fitimtar, do të jetë biznesi i cili do të ketë dobi dhe do të ketë mira nga gjithë njerëzit, por në mënyrë të veçantë nga ata të cilët e hapin në këtë biznes të ri.